Kryeministri Edi Rama, gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Qeverisë, ka folur për protestat para kryeministrisë. Rama tha se bulevardi i Flamingoe duhet parë jo si një protest, por si pasqyrë që shoqëria e vuri para tyre për të parë nëse socialistët e kanë mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për të qeverisur. Shok dhe shoqe, nuk mjafton më ta qeverisim të tashmen me investime, arritje, integrime, duke treguar çfarë bëm deri këtu, po duhet qeverisim në harmoni me përvojën e përditshme të qytetarit sot. Sepse zemrat dhe mendjet e shqiptarëve nuk janë më aty ku ishin deri dje. Te çfarë ndryshon në territor. Dhe nuk kanë fare më lidhje me statistikat ekonomike, sado pozitive qofshin. Ato janë ankoruar mu te pritshmëritë e tyre. Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë. Që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Unë vetë në pasqyrën e bulevardit Flamingove pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Rama u shpreh se hendeku që çoi në protesta ishte qeveria, ndërsa zemra e vërtetë e protestës ishin njerëzit e zakonshëm. Mbi zvërnecin qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër të projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Pa atë lidhje, protesta do të ishte në rastin më të mirë një çështje shqiptare, jashtë vëmendjes dynjas. Zelli i kundërshtarëve të gjithandejshëm për të luftuar me vjerrin e madh në çdo çast për çdo gjë dhe kudo qoftë, e ktheu në skenë identifikimi me qindra milion njerëz në disa kontinente bulevardin e transformuar në hendek. Ama prap shkaku i hendekut ishim ne dhe zemra e protestës ishin njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Prandaj përgjigjja për ta duhet jetë e jona, jo e sharlatanëve, ekstremistëve apo e çdo dështaku publik, që në këto raste gjenden gjithmonë gati me receta çuditëbërëse për popullin, të cilat shkruan vetëm me një parim. O burra, rrëzojmë gjithçka, të rregullohet çdo gjë dhe unë të kap diçka. Kryeministri foli edhe për mandatin e 4, ku PS mori 83 mandate. Rama u shpreh se këtij mandati i duhet një kthesë fortë. Pas fitores madhe që na dha 83 mandate, e kam thënë në disa takime të brendshme me ju, ajo fitore sa që është bekim, është dhe mallkim. Bekim sepse na dha forcën për të vazhduar transformimin me besimin e madh të popullit. Mallkim, jo vetëm sepse pas atij besimit të madh që na dhanë shqiptarët e shohin tek ne shkakun e çdo gjëje që nuk shkon, po dhe sepse fitoret e mëdha, si ajo e qershorit shkuar, e kthejnë në mbi pesh të përjetuar keq çdo përplasje mes realitetit dhe pritshmërisë së qytetarit. Lindi edhe ky dokumenti që i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të 4. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Në fjalimin e tij reflektues për protestën në kryeqytet, Rama tha se përfshirja e emrit të vjerrit më të famshëm në botë, Donald Trump, i dha protestës një vëmendje globale mediatike. Sipas tij, ndonse shkaku i pakënaqësisë ishte lokal dhe zemra e revoltës ishte të qytetarët e thjeshtë, kauza u rrëmbya nga figura malinje që nxitën ndasi e frym antisemite.